Sot futbolli myzeqar po kalon një moment të vështirë, apo myzeqia është në zi për futbollin myzeqar. Si e përjetoni faktin që Lushnja dhe Apolonia e Fierit ndodhen në kategori e tretë? Atëherë, është për ta keq, shumë keq, por kjo është historia e futbollit, ky është realiteti i nderuar Çimi. Lushnja ka investuar vërtet shumë në financa, por ka investuar pak në menaxhim ose ka gabuar në menaxhim. Unë do ta filloja që me ardhin e Dukës, presidentit Zotit Duka, këtu në Lushnjë në vitin 2021 në dhjetor, që sot fusha atje për matan ke spitali është akoma djerë, e mbetur anonim, dhe nuk e di pse nuk vazhdojnë punimet, nuk e di pse ajo fushë nuk bëhet më për këtë qytet, për të investuar, për të bërë pjesë e trajnimit të moshave dhe të fëmijëve dhe të ekipeve të akademisë. Është një fushë, mini fushë mund ta quaj këtu për matan, që ne jemi të gjithë përballemi atje, edhe unë me akademinë time private bëj ndeshje, dhe falenderoj për mbështetjen federatën dhe bashkinë që më kanë zënë hapësira, por do të thoshe me një mini fushë, edhe me një fushë të plukut që nuk ka një administrim, nuk ka një mirë organizim, shkojnë ekipet herë mbas here sepse mungon autobusi, jo po s'ka orar urbani, e më të thash, to janë minuse, janë ngerçe, që i krijojnë një hendek dhe vakum frekuentimit të moshave në futboll. Ju sapo preket në mënyrën e menaxhimit, investimin, mbështetjen në futboll, pikërisht sipas jush, pse u arrit deri këtu? Ne duhet dim pse vetë futbolli lushnjar, ekipi apo mënyra e menaxhimit arritën deri këtu. Ç'tili është mendimi juaj? Pikërisht edhe si lojtar, edhe si specialist futbolli, edhe si një njerëz që sot rrisni breza për të sjellur të kjo fushë. Unë mendoj që nuk jam ekspert, nuk jam as mjek, as hipnotizues, as zoti që të përcaktoj që faji është i Çimit apo i Judit. Absolutisht që ka një menaxhim jo të mirë. Skuadra kur u bë që është lëndor e lirë trajnerit që ishte aktual Xhafa, e kam përgëzuar dhe i kam shkruar një mesazh, e them realisht që pse u troqë. Ai po shkonte mirë me 4 barazime, në mos gaboj, apo 5, dhe bëri një skuadër që relativisht pastaj gjatë rrugës dështoi. Financat Lushnjës nuk i ka munguar. Mbështetja financiare absolutisht, sepse mendoj që nëse një president këto financa do t'i kishte të veta dhe do t'i dhinte xhepi dhe shpirti për këto lekë që i kanë dhënë nga djersa nga puna vet, do bënë një menaxhim shkëlqyer. Ktu është përdorur ndoshta gabim dhe kjo pesha duhet ta marrin përgjegjësi të gjithë ata që kanë qenë, të flasin transparent, të bëhet një madje di që kjo zonja deputete Kiduina ka folur shumë që Spaku duhet të jetojë. Pse janë bërë kaq investime dhe ku kanë shkuar këto lekë? Si mendoni, ku kanë shkuar? Nuk flas dot. Ju jeni specialist futbolli. Fjalë di, jo, lojtarët që janë këtu nuk ishin për ato kontrata. Për mua shumë lojtarë dështuan, unë nuk do të përmend emra, nuk do të përmend asnjë, sepse s'duhet të le, sepse në Shqipëri nuk kuptohesh. Edhe merret për personale komenti, por lojtarët që ishin këtu nuk ishin për aq financa për ato kontrata dhe nuk e treguan veten që i shërbyen kësaj fanelle që është kaq e shenjtë për ato financa që kanë marrë dhe fakti e tregoj. Vazhdoi trajneri Bicaj, pati edhe një presion, edhe i ka bërë një koment në për emisione, jo një, po ka folur disa herë, po më mbrapa, unë kam qef që ata që vinë duhet të flasin më përpara, duhet të flasin gjatë kohës që ndjejnë këtë situatë, dhe e shikojnë këtë presion dhe e shikojnë këtë problem, kur është smundja aktive, kur smundja ka hyrë thellë në organizëm dhe pacienti vdes, është e kohë të diskutojmë. Lushnja ka vdek. Sinqerisht që Lushnja ishte një pacient që lëngonte rëndonte një ndihmë reale. Zgjedhja e lojtarëve të blerë nga jashtë, lojtarët të marrë nga kampionatet tona këtu, nuk ishin të lojtarë që të jepshin skuadrës lushnjane një vit më lart. Absolutisht që mendoj që ishin lojtarë, sepse u fol që do konkurrojnë për të hyrë në Superligë. Ishin lojtarë që ishin konkurrent dhe nuk e kanë merituar stemën dhe fanellën e Lushnjës në atë që kanë bërë. Përveç kësaj që ju sapo folët më lart, mbështetja e futbollit nga institucioni, ju thot, sipas jush, thoni që është një investim goxha i mirë, por elementi i marrjes për të dhënë në fushën e futbollit ka qenë më i dobët nga çka është shmar. Kjo të bie tani. Një nderuar Çimi, prandaj them, në futboll duhen njerëz profesionistë, njerëz me zemër të pastër,
njerëz që duhet ta dashurojnë të jo ta shikojnë si një institucion punësimi, si një institucion thjesht që duhet shkojnë, apo si një pre e kafshëve tegra për ta kafshuar dhe për ta gjojtur sa më shumë. Lushnja është parë si një pre dhe është sulmuar nga të gjitha drejtimet. Edhe në momentin që tani u munduat bënde diçka për ta ringritur dhe për ta kaluar situatën për mostrën nga kategoria, skuadrat e tjera me sa kuptova dhe mbështetja nga federata dhe të tjerat kanë bërë pakte dhe Lushnja ngeli vetme. Lushnja ngeli vetme dhe dështoi. Të vjen keq që ekipi ka shkuar në kategorinë e tretë? Jam përlotur qimi, nuk vjen keq. Jam përlotur. Jam përlotur sepse më dhem ajo fanell, thash nuk kam derur djash, kam derur gjak për fanell dhe nuk e kuptoj pse e arriti deri këtu. Ndoshta klane, ndoshta situata reale, ndoshta mos profesionalizmi nga njerëzit që e morën dhe e drejtuan, nuk thash dot, por jam përlotur për qytetin dhe për fanellën time.